Nadia Mir Shkodër, edhe ju që jeni këtej mbrapa kamerave. Vërtet një nder për mua që ditën e parë të vitit akademik universitar ta nis bashkë nga djepi i dijes, i kulturës edhe i letrave të bukura shqipe, që është Shkodra. Plot 19.671 student janë regjistruar deri dje, sepse ju e dini që regjistrimet vazhdojnë, po mbyllet raundi 2, do ketë një raund të tretë, janë regjistruar deri dje në universitetet shqiptare për herë të parë për të nisur një rrugë të re profesionale, por edhe një rrugë të re njerëzore. Pa diskutim që i uroj sukses se gjithë studentëve dhe të viteve të tjera më të larta të Universitetit Luish Gurakuqi, sepse është një universitet me një traditë të fortë që ka ruajtur ekuilibrin edhe në kohrat vështira, ka ditur të përshtatet me ndryshimet e mëdha, duke u bërë shtëpia e studentëve jo vetëm nga trevat e veriut të Shqipërisë, po nga gjithë Shqipëria dhe sidomos nga trevat e tjera të bashkombasve tanë. Por gjithashtu është e rëndësishme të theksojmë se ky universitet është rritur duke qenë dhe pjesë e rrjeteve dhe bashkëpunimeve akademike ndërkombëtare me një armatë akademikësh që janë sot aset kombëtar. Sot universitetet tona kanë një sfidë dhe një mundësi të madhe. Profilizimin. Kjo nuk do të thotë vetëm të forcojmë programet ekzistuese, por të krijojmë programe të reja studimi, forma më fleksibël dhe kombinime që i përgjigjen më mirë kohës dhe tregut punës. Si që kemi paraqitur dhe tashmë bërë të njohur publikisht edhe në dokumentin e politikave të arsimit lartë prezantuar më parë nga praartësja ime, Ministrja Manastirliu. Me reformën e arsimit lartë kemi siguruar mjaft nga cilësia e institucioneve tona arsimore, çka do të thotë një garanci për diplomën tuaj nesër të dashur student, por një dekadë pas asaj shkundje të vitit 2014-2015 të sistemit të arsimit lartë, ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Një përvojë 10-vjeçare tashmë e studentëve, e pedagogëve, e institucioneve të arsimit lartë, e botës akademike, por edhe e politikbërjes na përballë me të tjera nevoja për ndryshime për t'ju përgjigjur sfidave të kësaj kohe që po jetojmë. Standardet e cilësisë do të sigurohen në përputhje me zonën europiane të arsimit dhe të kërkimit shkencor, duke bërë që diplomat tuaja të vlerësohen globalisht dhe ju të keni më shumë mundësi për mobilitet akademik dhe profesional. Një simbol i fuqishëm në këtë rrugë është padyshim ngritja e kampusit të Kolegjit të Europës në Tiranë, që po e kthen kryeqytetin në një qendër të dijes rajonale e sigurisht shërben si katalizator për të gjitha universitetet e vendit. Nga ana tjetër, kam kënaqësi të ndaj një lajm inkurajues që ka të bëjë me rritjen e dukshme të mbështetjes për kërkimin shkencor. Vetëm nga viti 2021 deri në vitin 2024 dhe në vazhdim të paktit me universitetet, fondi për kërkimin shkencor është rritur 5 herë. Madje janë të hapura thirrjet tashmë pranë Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor për doktoratat, ndërsa fondi për infrastrukturën kërkimore pothuajse është dyfishuar. Vëmendjen do të vijojmë ta kemi në këtë drejtim pasi synojmë të dyfishojmë investimet për laborator modern, të mbështesim doktoraturat për trinj dhe të mbajmë të hapur ftesën për kolegët akademik të diasporës sonë. Dua të marr më shumë kohë, dua t'ju uroj një vit të mbar akademik ju dhe nga Shkodra të gjithë studentëve dhe pedagogëve në mbar vendin. Jam shumë e nderuar dhe nëse më lejoni, një gest të vogël, më pritet me një tuflule. Me lejen tuaj, unë dua ta ndaj këtë tuflule me pedagogun më me eksperiencë në këtë auditor, me zotin Fatmir Vadohaj.